إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريم dhe lavdrimen I takojnë Allahu Gjalla Shanuhu, krijuesit tanë dhe krijuesit asaj që shohim dhe nuk shohim. Salavatet, selamet, përshëndetet më të sinqerta, më të ngrohta dhe më të mira qofshin më të mirin dhe më të zgjedhurin e gjithë bijve të Ademit dhe të gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi familjen Ali Bejtin e tij të pastërt, mbi shokët sahabët e tij me të cilët Allahu Teala ishte I kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me krijuesin e tyre, edhe mbi gjithë pasuesit e sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam të cilët ishin para nesh, janë me ne dhe do të vinë pas nesh deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër xhamatin, Allahu Teala për çdo sende ka kriju çift. Njerin ka kriju në dy gjeni, shtaz, shpez. Ato që I dim dhe ato që nuk I dim, që nuk I shohim, prej krijesave edhe më të imta, edhe ato krijesa të cilat ekzistojnë në fund të detrave të thellë dhe të errët dhe të ftoftë, për të cilat Allahu Gjalla Shanuhu I ka kriju e madhnen krijuesin e tyre, edhe që të gjithë këta janë qirt përveç vetës së tij të cilin e ka lënë tek dhe vet. Kul huwa Allahu ahad, thuj Allahu është një, I vetëm. Të gjitha krijesat tjera janë qift. Dhe dynjat I ka bërë qift Allahu Gjalla Shanuhu. Njët përkohshme, njët përhershme. Një dynjat të cilën jemi duke shiju dhe duke vrapu pasaj, dhe njët përhershme për të cilën muslimanët e sinqert punojnë për ta dhe dëshirojnë të krijuesi I tyre që t'i shpërbleje me atë dynjë të përhershme, ajo është xheneti. Me po kjo dynja e përhershme përsëri është ndarë në dy. Sikur dita dhe nata, e nxehti dhe të ftofti dhe gjëra të tjera të cilat ekzistojnë, dy pole të kundërta veri jug. Po ashtu edhe ahiretin e ka ndarë në dysh Allahu Gjalla Shanuhu. Bot e cila ajo është dedikuar tyne që besun Zotin e tyne dhe punun për hir të Zotit e tyne, dhe bot për ata të cilët nuk besun Zotin e tyne dhe nuk punun asgjë për Zotin e tyne, apo ata të cilët e besun Zotin e tyne me fjalë por nuk punun asgjë me vepër dhe nuk I respektuan urdhat e Allahut Gjalla Jalaluhu. Dhe kjo dynja në cilën atë shumë jemi dhanë pas saj, aja vlen me hub kjo përkohshme të përhershme. Atë shumë jemi dhanë pas dynjas kemi kohë me fal namaz. As shumë jemi dhanë mas pasuriz, në dhimset me edhan atë që Allahu na e ka urdhnu. Sikur sot që jemi mbledh sot në këtë ditë shajt, ditën e gjuma, në këtë vend të shajt, në xhami, kështu do të mblidhemi që të gjithë në ditën e kiametit për me I lexu librat tona dhe me e pa vendin ku kemi, secili prej neve. Por sot jemi të veshur,
Allahu Taala na I ka dhënë veshën këtë dynja. Në ditë kiametit do t'jemi të zhveshur prej veshëve të dynjas dhe do t'a kemi libasut taqwa, veshën e takvallëkit dhe punëve tonë. Sa ma tepër punë të mire që ke vepru, aq do t'jesh ma imbulum për Allahu Taala mos me t'u pa smetat e tua. Sa ma pak që ke punu në vepra të mira, aq do t'jesh I zhveshur para të tjerëve. Jo në aspektin për me t'pa, sa për me t'nënçmu gjennet lip dhe gjehnem lip. Andaj sa Allahu Taala në Kur'an, shumë ajetet e Kur'anit folën për atë se duhet kërku ahiretin dhe duhet largu dynjas, se jeni shumë të ndiku për dynjas. Thot Allahu Taala suratul A'la, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shumë jeni duke u ndiku me jetën e kësaj bote të përkohshme, e ahireti është më I mirë dhe më I përgjithmonshëm. I përhershëm është ahireti. Pse ka shumë jeni të mënu mas kësaj dynjaja? Duke mos e mohu kjo çështje se ti duhet me fitu për familjen tënde. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos e harro hisën tënde në këtë dynja. Allahu Taala po të thotë. Mirë po për masat e halalit, në përmasat e të lejuara, dhe kjo dynja zgudzon me të leju vetën që kjo dynja me të largu pre përkujtimit zishit Allahu Taala. Është e palogjikshme një musliman që e lyp ahiretin me e fitu, me e harru punë që në ahiret dhe mjë dhonë dynja, se me thonë valla pas kom harru me fal namaz, valla pas kom harru me dhonë zeqat, valla pas kom harru me përkujtu Allahu Taala. Njëri që me të vërtet iman mend me një vend të cilin e don nuk e harron. Nëse djalit kthehet mas një kohë gjatë prej gërbetit dhe du të me dal me e prit në aeroport ose në vendin ku ke lënë me caktu takimin me ta, nuk pa harron atane për të cilën mend I ki tek ai. Mirë po, Allahun xhalla shanuhu krijuesin tënd çdo gjë për rreth teje. Pse po e harron aq shumë? Pse po I largohesh zikrit Allahu Taala aq shumë? E Allahu Taala thotë në Kur'an në suratu Shura, e Shura do të thotë këshill njëri tjetrit me I dham, vendimet përbashkëta ku mirën. Çfarë thotë Allahu Taala në ajetin 20 kësaj sure? Thotë men kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi. Kush don ahiretin, bereqetin e ahiretit, botës përhershme, neve kemi mjaftu punë të cilat e bëjnë për me shku në botën e përhershme. Allah I ka me t'i qelë punë të hajrit nëse e lyp hajrin. Mirë po, edhe kundra e kësaj është dhe vazhdon të duamen kane yuridu harthat dunja nu'tihi minha. Kush e dën dynjan, kena mja dhan neve dynja. Për edhe mësu që ditë një qafirat nëse I shihni ma pasanik se ju, nëse I shihni standardin e tëne ma shumë se t'jujim, jetën e tëne për sytë tonë, mendojmë që është ma e rahatshme, po shpirti I ty në vull dhe vetë vraset ma të mëdhaje ndodhin në vendet ku është standardi ma I nalt I jetesës, në vendet e fukarave të Afrikës, të Aziz dhe vendet tjera, rrallë një në I fukara me bo vetë vrasi. Fukara është I mangët për çështjen e bukës, po I plot në aspekt shpirtëror dhe mental. Së mërzitet shumë nëse e ka gjetë bukën e ditës, nuk mërzitet për sende tjera. Dhe thot Allahu Taala, kush e dën dynjan, neve kemi ja dhënë dynjan ati, ka me të qelë ty dynjaja, për me të sprovu Allahu xhalla shanuhu, çfarë ki me bë tash me këtë dynja? A ki me shfrytzu si vend punës për me fitu ahiretin, apo ki me shfrytzu si vend punës për me fitu xhehenamin, po ashtu I cili është në ahiret? Dhe thot wama lahu fil akhirati min nasib, ai që lyp dynjan do t'i japim ata, por nuk ka nasib për të në ahiret, nuk ka që ka të lypet Allahu xhalla shanuhu prej rahmetit, mëshirës dhe shpërblimeve të Zotit vetë ditën e kiametit. Një njeri që dha mas dynjas, s'ka fal namaz, ka pi alkohol, ka bo zina, nuk jep zeqat, nuk do me përkujtu Zotin e vetë, s'ka ky njeri që ka lyp të Zotit I ti ditën e kiametit. E ke lyp dynjan ta kom dhan, rob të kam edhe ty. Allah nuk të bën zullum. Kush e lyp ahiretin, Allah I ja pregadit ahiretin dhe vendin e ti në gjennet, me gjithat mirat, me hyrit dhe nimetet e tjera.
Kush e dën dynjan, ka me dën dynja sa të dën. Diku i jep ma shumë, diku i ma pak. Dynjan ta jap. Veç në ahiret ma nuk ki drejt me lyp. Tek Allahu Gjalla Shanuhu. Pastaj Allahu Teala ju drejtohet qafirve, pa besimtarve, mendëm dhejve, të gjitha tyne të cilët e harrun Zotin e tyne në suratul Ahqaf. Ajeti 20. Një ajet tjetër thot Allahu Teala wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Ditën e kiametit qafirve kur t'i qenë për në gjahnem, i urdhën Allahu Teala zebanit, melek të cilët kanë më u kujdes për gjahnemin, për zjarin e saj dhe banorët e saj. Melek të cilët gjahnemlit kur t'lypin uj me pi dhe ushqim, u japin thera dhe u japin qelb dhe gjak me pi. Kjo është ushqimi për gjahnemlit dhe pijet e tyne. Kur të lypin uj, ju japin uj të val të nëzet, si kur që ka ajetet e Kur'anit për mja u djek mranda shka kanë gjitha gja. Nuk ka për ta flad, nuk ka për ta nimet, të gjitha i keni shfridzu në dynja. Thot Allahu Ta'ala në këtë ajet, wa ma lehu fil akhirati min nasib, s'ka për ty në ahiret ma pjesë. E ke hangër atë që është dasht me edhan ti për me fitu në gjennet. E ke hangër zeqatin të cilin e ka pas fukaraja hak në malin tëtë. E ke hangër, tash ki me hangër gaca gjëhnamit dhe me pi ujtë val gjëhnamit, Allah i në rrujt. Një 2.5% në vjetë, s'po dënë me edhan, Allah i nuk ka me dhanë ujtë ftop të në gjennet. Pse? E ke haru Zotin në dynja, e ke kryti me dynjan tënde, në ahiret, fështirë se do të gjesh të kryu së jytë, mshirë, rahmet, mshirë Allahu të shumë ma e madhe se sa fjalët tona, përveç nëse Zotit dënë me t'i falë këto mkatë. Andaj këtëne qafirve, po për qafire nuk ka mshirë dhe rahmet, ata të cilët e mohun Zotin e tëne. Atyne të cilët do të bijen, thot Allahu Ta'ala, dhëptum tajjibatikum fi hajatikum u dunja. I keni hargju ju të mirat e juja në dynjan e juj, wastamta'tum biha, jeni knaqju me to në dynja. Kur keni dash keni bo zina, qka ju ka dasht me hangër, keni hangër. Kur keni dasht me hangër, keni hangër, s'keni respektu Ramazan. Kur e kom thonë mës pini raki, keni pi. Mës ha dhe mës pisen që të dëmton, keni hangër dhe keni pi. Mës e ha mallin e jetimit, mës e ha mallin e muslimanit, mës e mashtra, mës prek nderin e muslimanit, këti keni ba. Jeni knaq, qysh dëni keni rnu, dhe keni thonë njëherë ke marrë në dynja, edhe njëherë ma nuk thejmë këtë dynja, po knaqëm, sa jam i ri njëherë, për mas ne ka vakt, shojmë mas e që ka po ba. Allahu Ta'ala këtëne, kur të merë mi qunë në gjëhnem, për ju thët, i keni marrë ju qështet për dynjas të juj, dhe jeni knaq me to, këtë një metet ja u kom dhani juve në dynja. Faljaume të gjzau në azab al-hun, e sët keni më u shpërbly me azab, me dënim turpshëm. Kom ju turpru sët, para prinderve t'juj, para evlave t'juj, para popullit t'juj, para pejgamberve t'juj, kom ju turpru, kom ju qit, e turpi maj madhë është para Zotit juj, para Allahu Gjalla Shanuhu, kur do të turpnohën gjëhenem li. Gjitha të nimetet i ka dhanë, dhe me e harru, krijusin tanë, mjë dhanë mas kësaj dynjaje të shkurt. Thuj se dynjaja është kriju për ne, thuj se ne jem kriju për dynjan, e jo dynjaja për ne. Vëzër të ndarum dhe të dashur, nisën zut me harru njëri, gjdo gjë që ka në gjithësi dhe në tokë, në 7 kap qiej, dhe në tokë, ditë dhe hanë, det, ajrë, shtaz dhe shpes, që të gjitha janë vunë shërbim të njerëjot. Huwa alladhi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Thot Allahu Ta'ala, ai është krijuesi juaj, Allahu është u ka nështruar çdo gjë që ka në fytyrë tokës, ka për ju janë hizmet juaj. Edhe akrepi dhe gjarpni, edhe derri egër dhe derri tjetër, kërpendjes për fjalë. Dhe çdo gjë që ta mërmendë që është i keq dhe i dëmshëm, është nështruar për ju, është ja u bën një hizmet ju. E dini, apo nuk e dini, këto janë për ju. Mirë po, edhe në qije që ka ajeti tjetër është, që ka në qije dhe në tokë, u a kam nështru juve.
këtë dynja ty ta ka nështru për me fitu ahiretin, pse vetin e pa e nështran ndaj kësaj dynjaje? Pa e nënçmon vetin për dynja e nuk jenë gjendje me nënçmu vetin për Allah me ranë sejdë me ul kokën dhe me e prejk ballin tënd, majën e kokës tënde, me ul në dhejtë Allahu Teala dhe me thonë, o Zot, për urësia ime është edhe më e madhe se që kjo, vetëm ti meriton që të adhurohesh. Çfarë Allahu Teala po vazhdon këtë ajet, çfarë po i thot? Jeni sot keni mu dënu me dënim turpshëm, pse? Bima kuntum tastakbiruna fil ard, për arsye se keni qenë shumë çeberlin tokë, shumë mendem vaj. Ej, fal namaz, Allah ka me të pyet, hedh vramas pëshodhave, pa Zotin, ala une me qësi sene, qiber, lërgoj alkoholit, Allah i ta ka ndalu, s'ka mu kush më ndalën, një sen që ma do shpirti, mos më ta marrë tyja, qka pëdu une vaj, qiber, me ndëmësi, Allahu Teala po thot, urnani hinin gjenem, pëse në dynja, keni qenë ftyrë tokës, keni qenë shumë me ndëmdhej, bi gajri l'hak, pa e meritu këtë punë. Çfarë hakikiti më qenë mëndëmat ndaj Allahu Teala? Çfarë hakikitin pasurin tënde? Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilin ai transmeton Taberaniu me senet të mirë, bi senedin jayyid. Thot shejtani mallkum, thot hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, tu fol për shejtanin, çfarë pas ka thënë shejtani? Po thej ka shejtani nuk do të shpëtoj asnjë pasur prej tri gjanave. Ati Allah që i ka dhanë pasuni dhe ju largu zikrit Allahu Teala, ju largu Kur'anit, sunnetit, ju largu namazit, veç është do mbas dynjas dhe ka fitu pasurit madhe, tri gjana shtire ka kjo njeri me i shpëtu. Cilet janë ato? Nga nëzitja që ta fitoj pasurin haram, o me nëzit të shetani këtë njërë që i kom dhanë pasuni, fito alan me haram, mashtro alan, mësu ngin, merë kredit në bank, mësu mërzit, mashtroj njerëzit në mal, mësu mërzit, veç shtoje pasunin të cilin veç e ki, po shtoje ala me haram. Nëzitja për të ashtu pasunin e ti në haram. Në ndy që mos ta shpenzojnë vendin e duhur. S'ko me elon me shpenzu në vendin e duhur, ndërtimin e xhamive, ndihmën ndaj fëmijëve jetim, ndihmën ndaj fukarave, ndihmën ndaj talebeve të cilët janë dalë me mësu, s'ka kush që i man dhe nuk mujnë me mësu se kanë gjendën e mirë ekonomike. S'ko me elon me shpenzu aty parë, s'ko me elon pasanikin që e ka vërgjë me shku haqin, s'ko me abon asib me parën e vetë me shku, me bos djare qabën e shajt. Se len, pse rob ka me të bajtë, je me mu s'daj, bashk me mu dhe nahiret ki mu kanë. Se shejtani pi umaj ke hytbe, nahiret gjehnem live. Mas ju man, ju sëtë mos më fajsoni mu, fajsoni vetin, Allah ju ka kalzu për mu, se jam unë e fajtorë së pëtune që jam i bashk, tu nej, mirë po, ju më kalu të dhe mu, o gjehnem live. Une, kur s'kom thonë si tut në Allahu Teala, inni akhafu Allaha Rabbal Alamin, fjale shejtanit e citume në Kur'an, unë i tut në Allahut Zotit të botrave. Shejtani pjusat, gjahnem live në ditën e kiametit, ju shkut ala malak, ta që unë si tut në kërkuj, hiç kërkuj si tut në une. Shejtani pjusat, valla, halal ju koft juve, në ka lutë edhe mu, prandaj, edhe dyrt dhe shkallët e gjahnemit nuk ka më të fundin shejtani. Munafikt janë më të fundin. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Thot Allahu Teala, munafikëve o kanë përgatitur shkallën më të fundit në xhenem. Mas poshtë janë dy fytyrsha që në gojë të musliman jemi në zemër dhe në punë fare nuk punojnë për Allahun e tyre, pejgamberin e tyre dhe për dinin e tyre. Andaj munafik janë për fundi iblisit dhe ju thot valla me ju s'kom pun dhe thot pasane i nëzis mos ta shpenzojnë vendin e duhur dhe do t'u abaj të dashur që mos t'ja japin ati që e meritan. Kom ja bot dashur malin. Wailu li kulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa addada. Njerë për ata i cili në nëshmën dhe i etiketon njerëzit, thot Allahu Teala.
Mirë për ata i cili të bën male dhe vazhdimisht i numran sa parë. Dhe smuja ati që e ka kaplu dynjaja zemrën e ti dhe e ka harru ahiretin, për shevet kësaj smuja kur nën stop rridh dhe i ngjet sa parë i ka. Sa mu ban, edhe një herë. Mi po kur asë një pjesë nuk e ndanë për zeqat dhe për medan, sadak. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke folë për këtë dynjan, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, e dynja mal'una. Në një hadith të cilin transmeton Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Bayhaqiu, hadith hasan sahih, thot e dynja mal'una wa mal'unatun ma fiha illa dhikrullah. Dynjaja është lanet e bame, mal'un, e mallkume, dhe mallkume çdësën që ka në dynja përveç zikrit Allahu Taala, për kujtimit Allahu Gjalla Shanuhu, dhe çka ka në lidhje me zikrin Allahu Taala. Libri Allahu Taala, mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe të ngjashme, si dhe nuk është i mallkum nxënësi dhe dietart. Nxënësi i cili e lyp dijen rrugën Allahu Gjalla Shanuhu dhe njëri që jam mëson nxënësit dijen e Allahu Taala. Këta nuk janë të mallkum. Aja vlen me hub ahiretin tënd për një send që është e mallkuar, të ndaruar vëllezër musliman. Dhe vazhdimisht pënim fjalë të këtilla në përderse, në përgjuma, dhe kur po vin gratë në Ramazan po thënë vallahi çudi me këta burrat dhe djemt ton. Në një muj po vim në Ramazan, 11 muj para majnë bateriat me iman. Këta burrat ton çdo javë vin kur qysh shohim që po ndrohen në shtëpia dhe në ibadetin e tyre. Vinë shkojnë. Shkoj e të adempeja. Vjen, shkon, mase i këshur gjamia ku pak ma shkurt se na shordhoj filan hoxha, pak ma gatë për naman, ku ma shkurt dal ma shpejt, qka s'pi këshë pun të veta, ose dikush po vjen gjami dhe po thot hoxha m'ka pa mu, për mu e ka ma qatë dërë. Shpo thot, të bëhëm pak ma mirë, të përmisohëm, po pja merë inati hoxhës, për thot valla ky, veç për mu ka fol. Hala i ven inat, pse, po më këshyre mas e njerës mu. Kur kush kërkon nuk ka drejt me e këshyrë në gjami. Se cilin du të me e këshyrë vetën e vetë. Unë ku jam, në fjallë Allahu Taala dhe sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Unë ku jam këto mësimet pejgamberit alayhi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një ditë të shku me shokët e tij në pazar në treg. E pa një cap pejgamberi alayhi salam i ngordhur i coft me vesh të prem. Unal dhe pejgamberi alayhi salam e kapi për veshë këtë cap të ngordhën. Dhe ju tha shokëve të vet. Në këtë hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi sahihin e tij. Ju tha shokëve të vet, kush prej juve e blen që ta me një lidh thërmit, me një dirhem. I coft me vesh të prem. Sahabët thanë ja Rasulullah, kur kush se blen sendin e coft. Sahabët thanë nuk e blen, ka sap ton e blen, thoj bëre mu se e shez e bëj sugjukun. Sahabët thanë ja, se blem. Tha pejgamberi alayhi salam, po fal mja u thanë. Jo ja Rasulullah, edhe gjallë më konë se se marë mas njëni se veshti pas ka të prejmë. E tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vallahi, dynjaja te Allahu Gjalla Shanuhu është ma e pavlerë se sa kjo ngorësir për ju ose këtë softin për ju. Këtë dynja te Allahi nuk vlerë, edhe ma pak se sa për ju që është të vletë që kjo softin. Aja vlenë për këtë dynja neve me hub dashnin e Allahut Gjalla Jalaluhu. Hadithi tjetër të pejgamberi alayhi salam, hadithin po ashtu transmeton Imam Muslimin sahihin e vet. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot i biri Ademit, thot njëri, për mu dhe për ty është kjo fjalë. Mali, pasunia jeme, të në ditën, kur të përlat baba me djali shpia jeme, toka jeme, parte mia jeme, dyqani jeme, me grun, e jeme, vete kom bo, kur gjasë më kanë dhonë mu, qpijis, qënë e sa i zotë jem ko, këtë kom bo vetë. Të në ditën e lumë, livdohemi në këtë apo në të njërë për pasunin të cilën në e ka dhonë Allahu Taala e manetë në durë tënë. Po thot pejgamberi alayhi salam, po a ke pasunin ti o biri Ademit? Po të pyta Allahu Gjalla Shanuhu, a ki pasunin ti o biri Ademit përveç asaj që e ke ngran dhe që e ke ndjerë
e ke hangër dhe e ke qitë për jashtë. Që ajo kom pasunia jote në këtë dynja. Tjetër, pasunia jote ka thonë është që ato që e ke vesh dhe e vjetrove. Që ajo është pasuni e jote që e ke vesh në trupin tënd, tesha që i kini tash gjami është pasuni e jotja. Dhe atë që e dhe sadak. Dhe ato që e ke dhanë zeqat dhe sadakale mosh. Qerat, ku janë tuat? Sa mbret e vdiq, ku imit? Ku shimur ato? Sa babalard vdiqen i morën djem për mrapa pasunin e tëne. Ku shimur? As një parë qarap s'po t'i len hoxha kur po t'merë me t'la. Një qepin mas një kohë po kalbet në rdhe dhe po përpunon gjdo gja me ty. E jotja është që ato që e ke ngra dhe e ke qitë, që ato që e ke vesh dhe e ke vjetru e ke shky, dhe që ato që e ke dhanë rrugë të Allahu gjëlle shanuhu. Dy si gjenë që të fundit kime gjithë të kryu sytë të Allahu gjëlle gjelaluhu. Allahu Taala në mundësoft inshallah që të nashtohet pasuria e ahiretit. Allahu Taala i pastrot zemrat tona prej dashnisë tepër ndaj kësaj dynjaje të mallkume. Allahu xhalla shanuhu na uzoft gjithë neve në atë që është i kënaqur krijuesi ynë. Allahu uzoft trit dhe trijet tona. Allahu Taala na e bëf dashur dinin dhe pejgamberin ton. Allahu Taala na uzoft në atë që është i kënaqur ai dhe i dërguami i tij. Allah i ndihmoft fukarave ton, i shëroft smuntit ton. I ndihmoft borxhive ton t'i kthejnë dhe u lehtësoft borxhet e tyre. Allahu Taala i mëshiroft vdeknit ton. Allahu Taala u ndihmoft jetimve dhe dvejave tona. Allahu xhalla shanuhu ndihmoft të gjithë atyre muslimanëve që kanë nevojë për ndihmën e krijuesit të vet. Allah i shkatroft të gjithë ata të cilët ja dojnë keqen Islamit dhe muslimanëve. Nëse ne si musliman nuk i kthehemi Allahu Taala thot pejgamberi alayhis salam, kur ju të lini Kur'an dhe Sunnet, Allah i kam ja uqu armiqt për mi kokat e juja dhe nuk kam ja u hek derisa ju nuk i ktheheni Zotit të juj. Andaj vërejtjet duhet me i kuptu me kohën. Kur po dojmë u kthyn Kur'an dhe Sunnet, po na thënë boll mirë, kem mos na përzini, super jemina. Vajzat në për rrugë, djemt në për kafiqa, drogë dhe raki, mashtrime dhe hajni, të gjitha zezat jemi edhe po them, mirë jemi, hiç mos na prek. S'po dojmë me lexu. S'po dojmë hiç me një që ka thonë pejgamberi alayhis salam, rahat jemi bre. Lene se s'po dojmë me shejtanin tonë në line. Nuk ka që ashtu vllazni. Nëse nuk i kthehemi Kur'anit dhe Sunnetit, vallahi ka me vazhdu situata edhe ma e rëndë se sa të cilën jemi duke përjetu. Allahi na uzoft, Allahi na pastroft prej nifakut, Allahi na i pastroft zemrat tona për dashnisë tepër ndaj dunjas. Hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.